E keni parë gjithë që tema e sotme është 5 këshilla praktike për të gjeneruar më shumë të ardhura. Apo jo? Kush nga ju do t'i rrisi të ardhurat? Unë. Kush tjetër? A kemi të tjerë që duan t'i rrisin të ardhurat apo jo? Nuk pas kemi, nuk që kam në shoqëri të mirë më duket, apo në vendin e duhur. Po të ngren dorën. Po i ngrem dorën, okej, se s'po i shikoj të gjithë nga videoja. Okej, shumë mirë. Mirëmëngjes, mirë se i da. Atëre, nëse do t'ju duhej që të paguanit veten tuaj me rrogë për punën që keni bërë dje, a do e kishit pushuar veten nga puna brëm, apo do t'i jepnit fundjavën pushim vetes, ose madje 3 ditë pushim, që të premten deri të dielën? A? Unë do t'jep jakun e punës, sa që i takon. Sa të takon, të kishe rrogën të mirë apo jo, Igli? Vajte të ditës, aqë sa që ishe për të bërë. As më shumë, as më pak. As më shumë, as më pak. Po ndonjë tjetër kush do i ke jepte vetes pushim 3 ditët e fundit të javës? Ne do jepnim pushim për shembull. Kush? Briseida. Briseida me Genti. Bravo të dyve, ju lumt. Shumë mirë. Okej. Edhe unë do jepja 3 ditë pushim vetes. Shumë mirë dhe Viki, të lumt. Pas keni punuar pra dje, që keni lodhur. Okej, filloj me këshillën e parë. Këshilla e parë është plani i veprimit. Në këtë slide shikoni një reklam të viteve 90 në fakt, të gomave Pirelli, besoj se shumica prej jush i ka dëgjuar gomat Pirelli, një nga kompanitë italiane më të famshme në botë, që prodhon goma për makina, për motocikleta, për mjete sportive. Apo jo, i keni dëgjuar? E njihni besoj si kompani. Dhe slogani i tyre kryesor ka qenë "Power is nothing without control", që do të thotë fuqia është e padobishme pa kontroll, ose është asgjë pa kontrollin. Që do të thotë një makinë mund të ketë edhe qindra kuaj fuqi, por nëse gomat nuk ofrojnë kontrollin, ajo fuqi bëhet e padobishme, madje edhe e rrezikshme, pra se mund të shkaktojë edhe fatalitete. Në nivele më të gjëra, slogani përdoret shpesh edhe në mënyrë metaforike, edhe jashtë botës makinave. Talenti, energjia, pasioni, apo burimet, resurset, janë të vlefshme vetëm kur orientohen edhe kontrollohen ashtu siç duhet. Çfarë do të thotë kjo për ne? Do të thotë që ne mund kemi bashkëpunëtorët më të mirë, trajnerët më të mirë, brokerin më të mirë, kolegun më të mirë, zyrën më të bukur në qytet, strategjinë digjitale më të mirë. Por, nëse gjithë kjo nuk përdoret në mënyrën e koordinuar, nuk mund ta sjellë rezultatet që ne duam. Prandaj dhe roli i MMO-s është pikërisht ky, të unifikojë atë që agjentët tashmë e kanë, por t'i vendosin në rendin e duhur, edhe ta zbatojnë nëpërmjet një metodës tonë, që ta bëjmë që ajo të funksionojë. Por si mund ta krijojmë një plan veprimi? Ka ndonjëri me një ide? Duhet nisemi gjithmonë nga parimi që ne nuk mund të kontrollojmë atë që nuk e dim. A jemi dakord me këtë? S'mund të kontrollojmë diçka që nuk e njohim, që nuk e dim. Çelësi i suksesit ka të bëjë me një plan të detajuar, të bazuar në njohjen e saktë të treguesve të biznesit. Dhe kush janë treguesit tonë të biznesit? Objektivi, numri listimeve, qëndrimi
koha e qëndrimit të pronave në treg, komisioni mesatar i joni. Pra, nëse unë nuk e di se cili është objektivi im, nuk mund ta kontrolloj atë gjatë muajve se si ka qenë ecuria ime, apo jo. Ose nëse unë dua të programoj objektivin tim edhe për 2027 apo deri për 2030, cili është ai instrument që më bën të kuptoj që jam në një pikë të mirë nisja. E dim apo jo? Mund të jetë ai instrument. Është një platformë që ne përdorim shumica jonë, është platforma e CRM-s, që duhet të ketë çdo agjenci apo çdo agent. Një CRM bën dallimin midis atyre që punojnë si agentë të zakonshëm dhe atyre që punojnë si sipërmarrës. Kush nga ju punon me sipërmarrës? Kush ka klient sipërmarrës? Punoni me sipërmarrës apo jo? Po. Okej. Një sipërmarrës i suksesshëm sipas jush, i ka në kontroll numrat e kompanisë? Po. Patjetër që i ka. Okej, për neve, cili do të jenë numrat që duhet të njohim për një agent imobiliar? Le të shohim bashkë. Targeti. Pra, kush është targeti që ne kemi për një vit, ose për 3 muaj, ose për 1 muaj? Distanca nga objektivi që duhet të arrijmë. Pra, nëse ne kemi vënë vetes një objektiv, 50.000 euro, 100.000 euro, tashti në këtë fazë që ndodhemi në fund të janarit, sa është distanca nga objektivi? Pra, sa kam arritur deri tash dhe sa duhet arrit deri në fund të vitit? Transaksionet e arktuara. Duhet patjetër të dimë se sa kemi arktuar. Transaksionet që ende si kemi arktuar, pra i kemi pezull, kemi bërë për shembull kontratën e shitjes, po s'kemi arktuar akoma. Pronat që kemi piketuar për shitje ose për qera, dhe këto prona konsiderojmë që janë pronat që kanë çmim të shitshëm. Pra, ato që ne mendojmë që shiten shpejt. Numri i listimeve. Sa listime ka secili prej nesh? E mbani mend po t'ju pyes tash se sa listime keni? Heshtja. Nuk i mbaj mend numrin e listimeve. Duhet ta njohim mirë dhe këtë pikë. Koha mesatare e qëndrimit 56 listime. Bravo, shumë mirë. 26 shitje dhe 18 qera. Shumë mirë. Koha mesatare e qëndrimit në treg, pra sa kohë qëndron një pronë në treg? 3 deri në 6 muaj. Duhet të dini tuaj, ëh? Pra kohën mesatare të qëndrimit në të pronave që keni shit. Po, kush është koha e qëndrimit, koha mesatare e qëndrimit të një prone? Mesatare, domethënë. Nëse ke shit 20 prona, llogariti se sa kanë ndëjtur këto mesatarisht në treg, të 20-ta. Arta e pronave, pra ku jemi të fokusuar ne? Ku listojmë? Listojmë në zonën që kemi zyrën, listojmë në zonën që banojmë, apo listojmë kudo që të na dalë. Burimet e biznesit, cilat janë burimet tona të biznesit? Pra nga na vjen biznesi? Na vjen nga marketingu, na vjen nga sfera influencës, na vjen nga klientët e kaluar, okay? Komisioni mesatar i shitjeve. Kush e di për shembull komisionin mesatar se sa e ka? Të shitjeve. Unë e di për shembull. Shumë mirë, sa e ke Prisida? Sepse me pjesën e statistikave 5.000 një mesatare. Okej, super. Okej, tani po ju tregoj CRM-n që kemi ne që përdorim në Business Controller, në MMO, kemi një platformë që quhet Business Controller, e thënë ndryshe edhe CRM-ja, pra menaxhimi i marrëdhënieve me klientët, për të lidhur dhënat financiare me operacionet e shitjeve dhe duke bërë dhe analiza kështu të shitjeve, duke parashikuar pra të ardhurat
për të monitoruar edhe performancën tonë. Në këtë CRM kam marrë shembull në fakt Igli që kemi këtu, Igli nuk kam nxjerr shifra, riqet. Parashikohet menaxhimi i kontakteve, pra ruajtja e çdo kontakti, detaj për blersin apo për shitjen, buxheti që ata kanë, ndjekja e licave, follow-upi, historia e pronave, financa, timi, pra janë të organizuara të gjitha sipas metodës 4 kuadrateve që ka MMO-ja. Kontrolli dhe analiza e vazhdueshme nëpërmjet mjeteve si business kontrolli apo çfarëdo lloj CRM-je pra që ne punojmë, na mundson që të veprojmë si përmarrës të vërtet. Pra të jemi si përmarrës dhe mos jemi thjesht agent, pra të jemi profesionist. Nëse kemi në kontroll shifrat tona, ne jemi si përmarrës para së gjithash, sepse një si përmarrës është ai person që fillimisht ditë menaxhoj të ardhurat e veta. Pra, minimalisht është gjëja kryesore që duhet të ketë një si përmarrës. Tu në këtë faqe shikojmë ecurinë për shembull të Iglit dhe aktivitetet që Igli ka bërë javën e fundit, nëse shihni këto kutija që janë këtu në fund poshtë, edhe këtu kemi sa janë arktuar, sa prona ka proces shitje, nëse ka oferta apo jo, nëse ka piketuar ndonjë pronë për shitje apo dhe numrin e listimeve. Ka marrë thjesht 2 faqe sa për të pas një ide, domethënë të CRM-s që neve kemi. Statistikat e listimeve janë te kjo faqe e dytë, sa listime ka marrë për shembull nga qendra e influencës, sa listime ka marrë nga klientët e kaluar, sa nga marketingu, sa ka shitur për këtyre listimeve, sa ditë kanë qëndruar pronat në treg, për sa ditë ka arktuar që nga momenti që është bërë kontrata e shitjes deri në arktim. Pra, sipas jush, mund të programojmë ne biznesin kur nuk njohim numrat tanë? Pyetja. Atëherë mundem? Po. Në përgjithësi, unë për shembull punoj shumë me pjesën e statistikave, sepse më ndihmojnë që ato pika, se supozojmë në ato që i kam, jam në rregull dhe do vazhdoj në atë pjesë. Ndërkohë, pjesën që unë mund të kem për shembull vështirësi ose shoh të dhëna të pakta për t'i mestatarizuar dhe të çuar të gjitha në të njëjtën peshë, përpiqem që të punoj në atë pikë ku kam një për shembull kthim më të vogël, sepse atë që e kam jam kështu e gjykoj unë dhe kështu veproj edhe unë te pjesa e sistemit ton, programeve që përdor dhe unë punoj me statistikat, pavarësisht rezultateve, sa janë aktualisht, pavarësisht pjesës që mund të jem punoj dhe me pjesën tjetër, të paktën unë këtë ndjek si Të lumt, kjo është gjëja që duhet bërë. Në fakt, Briseda ka eksperjenca se është pedagoge, kështu që është normale që ti shohë gjërat me lupë me statistikat. Lumt, Briseda, shumë mirë. Faleminderit për informacionin që na dhe. Okej, kalojmë te këshilla e dytë. Pra, këshilla e parë ishte që tham plani i veprimit, pra duhet njohim numrat dhe ne për këtë mund të krijojmë një plan veprimi dhe këshilla e dytë është plani i formimit profesional. Mendoj që secili prej nesh duhet ketë një plan në agjendën e vet edhe për trajnimet që duhet të ndjeki gjatë një viti. Sepse kjo na ndihmon pra që të rritemi në ato pika ku kompetencat tona nuk janë aq të forta sa ç'duhet, domethënë, dhe mund të na ndikojnë pastaj për performancën tonë. Trajnimi është domosdoshëm për dikë që do të plotësoj figurën e tij, të bëhet ekspert dhe për të arritur qëllimin e një profesionisti imobiliar që në fundit është të gjejë çdo ditë dikë që do të shesë një pronë, të marrë një listim me çmime të shitshme, ta shesi ato në kohën e duhur dhe në afatin më të shkurtër të mundshëm. Apo jo, është kjo qëllimi i një profesionisti imobiliar? Jemi dakord? Për të fituar këto kompetenca, na duhet që të zhvillojmë pra kompetencat për të menaxhuar zinxhirin e një marrëdhënie. Dhe ky zinxhir kush është në marrëdhëniet që kemi neve me njerëzit? E para është marrëdhënia.
Pra fillojmë me një marrëdhënie. Pyetjet që duhet i bëjmë vetes për të kuptuar se ku duhet përmirësohemi, atë që tha Briseida më përpara, për të transformuar unë, pra, për të përmirësuar unë performancën time. Ne fillojmë gjithmonë me një marrëdhënie. Marrëdhënia ka një emër edhe një mbiemër. Kjo marrëdhënie konvertohet në lead. Leadi, përveç se emrit dhe mbiemrit, ka dhe një numër telefoni. Apo jo? Nga lead kalojnë në takim. Pra këtij leadit i kërkojmë një takim. Pas takimit shkojmë për të marrë një listim dhe nga listimi shkojmë tek shitja. Pra për të kuptuar shkallën e kompetencave tona apo shkatësinë në transformimin e marrëdhënies në një lead, më duhet të pyes veten, si po i kultivoj unë marrëdhëniet e mia? Po i kultivoj si një bujk që punon çdo ditë dhe mbjell, apo si një gjuetar që po kërkoj një marrëdhënie që të mbaroj punën dhe të iki. Pra, po përqendrohem më shumë tek transaksionet, apo tek persona, tek krijimi i një raporti apo i një marrëdhënie. Për të transformuar leadin në takim, më duhet të pyes veten, sa i aftë jam të bëj pyetjet e duhura? Sa e njoh unë konceptin e psikologjisë të kundërtës? Ne kemi folur për psikologjinë e të kundërtës në MMO dhe kemi edhe një, të them një informacion me disa pyetje në një nga skriptet që ne përdorim edhe në network shopet që bëjmë her pas here. I kemi pjesë të formatit ton të network shopit. Si të përdorim pyetjet bazë të këtij koncepti? Sa i përdorim ne skriptet me klientët? Për të transformuar leadin në një takim, duhet pyes veten, sa e zotroj artin e të bërit të pyetjeve? Ne shpeshherë flasim më shumë se sa bëjmë pyetje me klientët. Dhe më shumë flasim ne se sa flet klienti. Në fakt duhet jetë e kundërta, ne duhet bëjmë pyetje që të marrim informacionin që na intereson. Mos na ndodhi që flasim, pastaj ikim zyrë dhe marrim telefon klientit dhe pyesim për gjëra që si kemi kuptuar akoma. Dhe se na mungon informacioni. Ndërsa për të transformuar takimin në listim, ne duhet pyesim veten, sa i sakt ishte parakualifikimi që i bëra klientit? A i kam respektuar mirë fazën e procesit listimit? Sa i shndërvjellët jam unë me klientët që po komunikoj? Sa efikas isha në fazën e mbylljes? Vlen gjithmonë ai rregulli, premto më pak edhe bëj më shumë. Për të transformuar listimin pastaj në shitja, duhet i bëj pyetjen vetes. Sa e përditësova shitsin mbi shitjen e pronës? A i bëra një raport për ecurin e pronës në treg? Sa efektiv kam qenë unë në fazën e uljes çmimit? A i ula çmimin? Arrita t'ja ul? O i shfrytëzoj të gjitha kanalet analoge, digjitale për të shitur pronën me çmimin maksimal dhe në kohën më të shkurtër të mundshme? Dhe në fund, a e parakualifikova ashtu siç duhet unë vlerësin? MMO-ja ofron programe specifike për të optimizuar çfarëdo lloj faze të procesit, nga menaxhimi i marrëdhënieve deri tek mbyllja e marrëveshjeve. Okej, tani po kalojmë në pikën e tretë, këshilla e tretë, është planifikimi i kohës. Jemi ne ata që menaxhojmë kohën apo janë aktivitetet që na marrin në kontroll kohën tonë gjatë ditës? Jemi ne kontrollues të kohës tonë apo jemi të kontrolluar nga të tjerët? Planifikimi javor është kyç për të dalluar aktivitetet që sjellin rezultate nga ato që thjesht na shpenzojnë kohën, na han kohën për gjatë ditës. Metoda e MMO-s organizon punën në 4 kuadrate. Ne kemi të ndarë për agentin, për agentin buyer, për agentin listues, për financën edhe për skuadrën, ekipin. Dhe nënvizon rëndësinë e efikasitetit dhe të efektivitetit në çdo veprim që bëhet. Secili nga këto kuadrate përcakton se cilat janë aktivitetet produktive dhe mbi të gjitha sa kohë na zë secili nga këto aktivitete.
Për shembull, në kuadratin e bajerit, para kualifikimi i klientit, është aktivitet produktiv sipas jush? Po, është apo jo? Është produktiv para kualifikimi i klientit. Nëse bëjmë një telefonat për t'i thënë klientit që shita një shtëpi të re, ose kemi këtu të bëjmë me një aktivitet produktiv, sa po shita një shtëpi? Jo. Jo. Po nëse do shpërndajmë fletpalosje, kemi të bëjmë me një aktivitet produktiv? Po, sepse do na rrisi faturimin, nëse ne do shpërndajmë dhe do marrim një informacion, do marrim një lidh nga këto fletpalosje. Nëse do rrim 2 orë para kompjuterit për të punuar, për të bërë një template me Canva, është aktivitet produktiv? Jo. Për kuadratin e listing, të kultivojmë marrëdhëniet, a është një aktivitet produktiv? Mos më bëni të ndihem vetëm, ëh? Po. Po. Po nëse para kualifikojmë shitsin, a është aktivitet produktiv? Po. Po. Të merremi me një topograf, ta marrim ta çojmë te një pronë që duhet bëj matjet, është produktiv? Nëse kemi realizuar shitjen, po, në të kundërt jo. Jo, bravo, Joelin. Për kuadratin e financës, të fillojmë të studiojmë flukse financiare. A është një aktivitet produktiv, Briseida? Po. 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 Po të bëjmë transfertat në bank, të shkojmë në bank, është aktivitet produktiv? Po, nëse i marrim me lekë. Jo. Okej, për kuadratin e timit, të bëjmë prospekt për recruiting të rinj, për gjithë ata që janë broker, a është aktivitet produktiv? Po. Po. Po, patjetër. Po, pra, trajnimi bashkëpunëtorëve tonë, a është një aktivitet produktiv? Po. Patjetër ai. Pra, shikoni lëvizjet tuaja dhe do ta kuptoni nëse jeni të zënë gjatë ditës apo jeni produktiv. Kështu që këtë pyetje duhet ta bëni gjithmonë vetes për të kuptuar se keni qenë produktiv apo thjesht keni qenë të zënë. Kalojmë te këshilla e 4, që është ambienti i punës, ku ne jetojmë, ku ne punojmë çdo ditë. Sa stimulues është ambienti juaj i punës për juve edhe për të tjerët? A janë personat ata që krijojnë ambientin apo është ambienti ai që krijon personat? Do të them një shembull. Kurset e network shopit që bëhen në Pisa. Aty agjentët imobiliar apo brokerat që vinë nga gjitha qytetet e ndryshme të Italisë. Dhe vinë sepse gjen një ambient stimulues për të bërë telefonata. Pra, shkojnë dhe kërkojnë një ambient motivues, duke parë njëri tjetrin që gjithë bëjnë telefonata për të marrë listime, njerëzit aty motivohen akoma më shumë, stimulohen. Pra, nëse përgjigjja është që njerëzit krijojnë ambientin, në fakt ajo e saktë është që ambienti stimulon njerëzit. Një ambient motivues ndikon drejt për drejt në produktivitetin edhe në motivimin e skuadrës. Pra mundoni që në zyrat tuaja të krijoni ambient sa më stimulues për agjentët, për kolegët, për bashkëpunëtorët. Përvoja e MMO-s tregon se kemi një kontekst pozitiv, profesional dhe bashkëpunues. Kjo gjë ndikon në riprodhimin edhe në prodhimin e rezultateve të suksesme, si për zyrat ashtu dhe për agjentët. Pra një ambient motivues rrit produktivitetin dhe motivimin. Okej? Dhe këshilla e fundit është fokusi. Është e rëndësishme të jemi të përqendruar në atë që duhet të bëjmë. Për shembull, të telefonojmë sot për të caktuar një takim. Të kujtojmë që objektivi ynë çdo ditë është që të gjejmë një person që ka nevojë të shesë një pronë apo të blejë një pronë. Dhe cilat janë burimet që ne mund të përshpejtojmë këtë proces? I bim apo të ja u them unë? Okej. Po i rendis. Në rendin e parë mund të vendosim shitësit pa agjenci, pra të telefonojmë klientët që janë në portale. Pse? Sepse janë lica të gatshëm.
A i telefonojmë këtyre licave? A bëjmë follow-up? A i kemi një uritë e duhura se si duhet komunikojmë me këta njerëz? A kemi skripte? Në rendin e dytë, janë listimet e konkurencës. Edhe këto janë informacione të gatshme, listime të marra në zonën tonë. A e dim ne kur janë publikuar dhe kur s'ka don kontrata? A i njohin pronarët e këtyre pronave? Sipas jush, humbasim listime nëse ne nuk i telefonojmë? Shumë herë, pak herë apo as pak? Sa herë kemi humbur euro sepse ne kemi neglizhuar ose i kemi lënë nga pakujdesia dhe si kemi marrë këto pronat e konkurencës. Në rendin e tretë, kemi klientët e kaluar. Pra, na njohin, na respektojnë, kemi pas marrëdhënie me ta më parë, janë burime që mund të kenë gjithmonë diçka për të na thënë. Ose mund të na japin diçka të vetën, ose mund të na referojnë diku tjetër. Në rendin e katërt, sfera e influencës. Këtu kemi të bëjmë ata persona me cilët kemi respekt reciprok, na vlerësojnë punën tonë, që mund të japin gjithmonë informacione të shpejta për njerëz që kanë nevojë të shesin apo të blenë një pronë. Dhe në rendin e fundit, zona e prospektit apo banerat, baneri për shembull sapo shitur kjo pronë, sapo shitur, apo një pronë e re në shitje. Këto konsiderohen padyshim si burime ftohta, por janë mjete të shkëlqyera për të transmetuar sukseset tona dhe praninë tonë në zonën ku ne operojmë. Të gjitha këtyre burimeve i shtojmë dhe në fund planifikimin e një strategjie digjitale. Kjo strategji, nëse është e bërë ashtu siç duhet, mund të përshpejtojë procesin e listimit. Pra këto ishin 5 këshillat që nëse ne do t'i koordinojmë mirë, na ndihmojnë që të gjenerojmë më shumë të ardhura. Tani po ju jap një njoftim, meqense jemi shumë veta këtu sot. Eventi i vitit i MMO-s këtë vit bëhet në Pisa, mjeshtrit e pasurive të patundshme. Për gjithë ata që njohin gjuhën italiane dhe kanë dëshirë të marrin pjesë, mund të më kontaktojnë për të marrë më shumë informacion, edhe pse kësaj radhe eventi është i rezervuar vetëm për klientët coaching në Itali. Por kam munduar që të marrë një hapësirë vetëm për ata persona që kanë interes nga Shqipëria që të marrin pjesë. Do jetë në datat 24 deri 26 mars, 24 deri 26 mars 2026. Ky është zakonisht eventi më i madh që organizon MMO-ja. Këtë vit do informohemi në këtë event edhe për strategjitë e reja që ajo do përdori dhe sigurisht njëra nga strategjitë më të rëndësishme është strategjia e marketingut, duke parë edhe ndryshimet që po ndodhin shumë me inteligjencën artificiale. Dua ta mbyll këtë sesion të sotmin me një thënie të Charlie Mungerit, që ka qenë më mirë ortaku i Warren Buffett, dhe ka thënë: kam parë njerëz që ecin shumë përpara në jetë, të cilët nuk janë më të zgjuarit, as ndonjëherë as më punëtorët, por ata janë makina mësimi. Ata shkojnë në shtrat çdo natë pak më të mençur se sa ishim kur u zgjuan. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen dhe ju uroj të gjithëve ditë të mbarë. Faleminderit shumë Lerina, faleminderit edhe juve ditë të mbarë paqe. Faleminderit. Faleminderit Lerin. Të lutem, mirupafshim. Mirupafshim.